Donald Trump me Vladimir Putin, takimin e mundshëm në Budapest, sot në shtëpinë e bardhë do t'jetë Volodymyr Zelenski i Ukrainës. Po shkohet drejt një zgjidhje pas përfundimit të konfliktit dhe asaj marrëveshje të arritur në Gaza. Kledi Kolliçi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kledi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në raport me atë çka ju thatë, pavarësisht toneve dhe shpresave të mëdha, mua nuk më duket diçka e cila mundet t'japi në një efekt për sa i përket paqes. Ka disa element që janë të paqartë akoma në bisedën mes Putin edhe Trump, sepse nuk dihet mirë cili ka qenë fokusi i bisedave. Nuk ka ndonjë në një përgatitje të madhe për takimin e mundshëm në Budapest. Ajo që ka dalë në sipërfaqe është që e gjithë shpresa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të transferonin raketa Tomahawk në Ukrainë, sot pas kësaj telefonate vihet në dyshim dhe këto ta shohim mbas takimit me Zelenskin çfarë do të ndodhë në Washington, sepse një shpresë e madhe e ukrainasve ishte marrja e këtyre raketave të cilat me gjasa nga gjithë materialet perëndimore janë ato që kanë rrezë më të gjatë veprimi dhe në largësi më të madhe mund të godasin deri në 2600 kilometra, që do të thotë që rrezja e veprimit e kalon të gjithë territorin evropian të Rusisë, pra të gjithë atë çka është Rusia e rëndësishme sot. Pra asnjë pjesë e territorit të Rusisë nuk do t'i shpëtonte goditjes së ukrainasve, nëse do të kishin, do të merrnin në të ardhmen raketa Tomahawk. Gjiji Trump mbas telefonatës me Putin pak a shumë u shpreh që ne do të shohim se si apo nëse mund t'i çojmë. Është një diskutim që u bë pak muaj më parë ku zyrtarë amerikanë thoshin që stoku jon i armëve mund të paksohet, për këtë arsye ne do të frenohemi në transferimin e armëve në Ukrainë. Pra është pak e paqartë situata. Ato që ekspertët ndërkombëtar po komentojnë sot është që ka një farë trendi në takimet ose bisedat që bën Trumpi me Putin, në momentet që Trump flet me Putin, pas bisedës ka një lloj tërheqje të Trumpit në pozicione më të favorshme ndaj Rusisë. Dhe me sa po kuptohet që paqja në Ukrainë ose që presioni ndaj Rusisë të vazhdojë, nuk duhet të ketë takime mes Trumpit dhe Putinit, sepse ka një lloj disbalance në atë që Trumpi thotë mbasi ka një kohë të gjatë që nuk flet me Putinin dhe të asaj ai çka thotë mbasi takon Putinin. Pra është një situatë shumë e paqartë. Mbas asaj që ndodhi në Alaskë, nuk pati ndonjë zhvillim të madh. Mirë, po ndoshta Alaska është edhe mënyra apo mësimi, po them kështu, për presidentin amerikan se çfarë thot Putin në takime dhe çfarë bën në të vërtetë mbas takimeve. Ndërkohë që duhet parë edhe momentumi në të cilin do të zhvillohet ky takim. Pra kemi një presion të fortë amerikan tashmë deri tek dakordia me Indin që të mos marrë naftë dhe gaz, sulmet e shtuara të Ukrainës mbi rafineritë e naftës dhe gazit në Rusi dhe gjendja ekonomike të cilën e pranojnë edhe vetë autoritetet e Rusisë që është jo e mirë. Jo e mirë. Atëherë, mbas bisedës mbas bisedës Putin-Trump deklaroi që ka pasur bisedime për raportet natyrës ekonomike. Dhe ky është karremi i madh që Rusia gjithmonë ka hedhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me mundësinë e një zgjidhje sa më të favorshme. Komente në websajtet apo në faqet ruse kanë qenë të tilla. Ishte diçka e jashtëzakonshme presidentin Putin që çmontoi dërgimin e raketave apo aprovimin e dërgimit të raketave Tomahawk nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë. Për rusët të paktën kjo shihet si një lloj suksesi, të mos harrojmë që edhe propozimi i takimit në Hungari ka disa aspekte simbolike shumë të forta, të cilat do të testojnë rreth parë marrëdhënien që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës me europianët, le më marrëdhënien me Ukrainën. Tash kjo mund duket pak e çuditshme sepse
se tush qëllimi kryesor është arritja e paqes, por të mos harrojmë që Putin do të vizitojë një vend të Bashkimit Evropian. Sfidohet po nuk ka dhe shumë opsione për të takuar, se ka një urdhër arresti ndërkombëtar për Vladimir Putin, ndërkohë që Viktor Orban është mik i të dyve. Se tani duhet bien edhe dy palët dakord. Jo, i cili do të sfidohet, po nga aspekti simbolik kjo është e rëndësishme. Pra, mund ta shohim si unë nuk e shoh dot si një lloj imponimi që Trumpi bën Putin, por më tepër si një lloj tentative për ta mikluar ose për ta arritur diçka e cila nuk dihet se në çfarë do rezultojë, dhe këtu e kam fjalën. Po Trump gjithmonë Ukrainën e ka konsideruar një çështje europiane, dhe ndoshta kjo është arsyeja se ai po e takon atë në Europë, se kur folin në Alaska, vëmendja kryesore ishte tek marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë dhe jo tek Ukraina. Pra, ndoshta simbolika mund të jetë edhe kjo. Ne po kalojmë, pra i gjithë debati, analiza, diskutimi po kalon në momentin që flasim po ulet në rangun e një lloj thashë themi ndërkombëtar, sepse amplituda me cilën Trump bën deklaratat, kthehet mbrapa, shkon përpara, është aq e madhe dhe pasiguria në ato çka mund të rezultojnë takimet e Trumpit është fantastike. Deri dje flitej për transferimin e raketave Tomahawk. Deri dje flitej për një presion të shtuar ndaj Rusisë. Ka pasur të gjitha objektivat apo rafineritë e naftës, infrastruktura kritike ruse është goditur me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndihmën e inteligjencës së Shtetit Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është tashmë e qartë. Por problemi që ndron këtu që ne nuk e dim se cili do të jetë, se çfarë Trump do të hedhë në tavolinë në Budapest, dhe nëse do të ketë një lloj konkordance me Zelenskin në këtë pikë. Prandaj ja thash që nga pikpamja simbolike, ky takimi në Budapest i favorizon pak më shumë rusët, le të themi, se sa favorizon europianët. Pasi takimi, siç ju e thatë, bëhet në një terren i cili është i favorshëm apo miqësor, jo vetëm me Trumpin, po dhe me Putinin, favorizon në një moment të dytë edhe vetë mikpritsin që është Viktor Orban, pasi Orban do t'i nështrohet zgjedhjet dhe në një farë mënyre mund t'i rrisë edhe reputacionin e brendshëm. Orban është edhe një pikë e rëndësishme Putinit bashkë me Giorgia Melonin si aleat apo si aleat jo komod për Bashkimin Evropian, pra si antar të Bashkimit Evropian, por si aleat komod për vetë Trumpin. Dhe për këtë arsye unë them që takimi i Budapestit duhet parë me shumë dyshim të paktën nga europianët. Ose le ta shohim sot në bisedën që ai do të zhvillojë me Zelenskin se çfarë do të flitet. Dhe unë jam i bindur që ndofta Trump do t'i deklarojë Zelenskit që çështja e transferimit të raketave mund të shtyhet në një moment të dytë, që i dal ngadalë presioni ushtarak i shtuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i ofronin Ukrainës mbi Rusinë, do të bjerë dhe do të pritet deri në takimin e Budapestit se çfarë do të ndodhë. E kuptoj, mirë, po gjithsesi Donald Trump këtë qasje kishte edhe për luftën në Gaza. Ne mbajmë mend përpara se ai të deklaronte planin e tij dhe gjitha, ai thoshte që un jam me Izraelin, në krah të Izraelit dhe do të qëndroj për Izraelin. Më pas erdhi ai plani i paqes që ishte si papritur, edhe pse në fakt kishte kohë që diskutoj me Tony Blair. Edhe për Ukrainën dhe Rusinë ka një plan që është përpiluar nga Britania e Madhe dhe është në tryezën e bisedimeve duke u diskutuar, ndoshta mund të jetë mbi bazën e asaj dakordia që do të arrihet. Mirë, le ta shohim në një këndvështrim tjetër nëse doni të bëni paralelizëm mes dy situatave. Nuk është e njëjta situatë. Izraeli ka përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përdorimi i Izraelit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të thotë që në një farë mënyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pushtet mbi Izraelin. Dhe kjo është e qartë pasi nuk është mbështetës thjesht diplomatik, por është mbështetës ushtarak, financiare e kështu me radhë. Dhe në një farë mënyrë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen nga mbështetja e Izraelit, pozita e Izraelit në Indinë e Mesme bëhet shumë kritike. Ajo që ndodhi në mes Izraelit dhe Hamasit apo në Gaza është fryt edhe disa rrethanave të tjera. Izraeli e luajti, e ngriti shumë pjacën
me goditjen që bëri në Katar, dhe për këtë arsye në një farë mënyrë Netanyahu detyrua dhe të pranonte kushtet që Trump po i vinte, duke pas parasysh që Hamasi humbi dhe sponsorin më të rëndësishëm që ishte Irani. Pra Hamasi si fuqi mbeti thuajse vetëm përballonte një superfuqi rajonale pa ndihmën as financiare të vendeve arabe dhe pa ndihmën ushtarake të Iranit. Kështu që situata është totalisht e ndryshme. Ajo që ndodh në Ukrainë është, ose më saktë në Ukrainë është kjo. Rusia nuk varet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndihmë as ushtarake as ekonomike. Është një lojtar shumë herë më i madh dhe shumë i rëndësishëm, më shumë t'i varet nga një fuqi tjetër që është Kina, e cila natyrisht ka një raport tjetër me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që varet më shumë nga influenca e Shtetet Bashkuara të Amerikës është Ukraina. Ukraina ka bërë ç'është e mundur, të paktën këtë një vit, ose më saktë që kur Trumpi ka marrë presidencën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që t'i shkëputet kësaj mbështetje dhe të mbështetet kryesisht në mbështetjen europiane edhe në resurset e brendshme. Unë e shoh të vështirë që të ndodhë ajo që ndodhi në Gaza, pra që sepse ajo që ndodhi në Gaza ishte kjo. Shtetet Bashkuara të Amerikës i imponuan Izraelit paqen në të njëjtën kohë kur Hamasi ishte një entitet thuajse jo ekzistent. Bile mund të themi edhe këtë tjetrën që në këto momente që flasim, pozita e Hamasit brenda Gazës është rritur për shkak sepse Hamasi nuk goditet sot më nga Izraeli, dhe për këtë arsye po merr në kontroll aq territor sa ka mundësi dhe sa i lejojnë kushtet e paqes në momentin që flasim. Sa i përket Ukrainës, po ta shohim, situata me përsëris është totalisht tjetër. Ajo që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të bëjnë në Budapest është të imponojnë një paqe jo të dëshiruar Ukrainës dhe pastaj të shohim nëse Ukraina si do ta pranojnë. Dhe testimet për këtë gjë kanë qenë të vazhdueshme. Dhe jo t'ja imponojnë Rusisë një paqe, sepse rrethanat edhe për Rusin ka ndryshuar, se nëse India nuk do të blej naftën dhe gazin, 1/3 e eksporteve që i merr India, do ishte një goditje fatale për Ukrainën, për Rusinë, e cila ka humbur dhe 21% të gjithë rafinerive të saj të përpunimit të naftës dhe gazit nga bombardimet ukrainase. Pra është në një pozitë të keqe për të gjithave. Nuk ka më ushtar për në front. Europa do shkëputet nga 2028 nga blerja e naftës dhe gazit. Varësia e gazit rus, e cila do me thënë është një goditje për të. Turqia është në presionin amerikan dhe me gjasa dhe ajo do të filloj të shkëput blerjen e naftës dhe gazit për një periudhë të caktuar, ndërkohë presioni për pompimin e sa më shumë naftë dhe gazi nga vendet arabe po vazhdon nga Amerika. Pra ka një sër faktorësh që pse mos mendojmë se presioni do jetë mbi Rusin, po do jetë mbi Ukrainën. Ukraina nuk ka më asgjë dhe kapitullimi i Ukrainës është kapitullimi i Europës. Është shumë e drejtë ajo që thoni juve, por problemi është që në terren gjërat nuk është se kanë ndryshuar në mbështetjen e shtuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i kishin dhënë Ukrainës. Raketat Tomahawk përsëris janë testi më i mirë, sepse është teknologjia më e avancuar që mund t'i ofrojë Ukrainës në raport me Rusinë. Është quajtur edhe në blogjet ushtarake një game changer, pra që do të ndryshonte raportin e forcës. Dhe këtu mund të testoj mbështetja e madhe e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presioni që mund t'i bëni Rusisë. Ju nuk përmendet diçka tjetër në raport me Rusinë. Rusia ka një mbështetës shumë të madh që është Kina. Kina nuk do ta lejojë Rusinë që të humbi luftën. As Kina nuk do që Rusia ta fitojë luftën totalisht, pra të përkthehet në një fuqi shumë të rëndësishme me pushtimin e Ukrainës, por në të njëjtën kohë nuk do as që ta humb luftën. Dhe për këtë arsye Kina është e gatshme që ta ndihmojë Rusinë që ta vazhdojë luftën. Zelenski dje ose pardje ka deklaruar që ukrainësit duhet të përgatiten dhe për një 3 vjeçar të ardhshëm që lufta të vazhdojë, që do të thotë që edhe Rusia e ka kapacitetin që ta vazhdojë luftën dhe për 3 vjet. E vetmja mënyrë se si lufta mund të mbaronte, natyrisht do të ishte jo një paqe si thosh një paqe totale si ajo që mund të ndodhi mes Gazës dhe Izraelit. Pra një paqe e cila vendos edhe se çfarë do të ndodhi në të ardhmen me territorin. Por një paqe e cila do ta ngrijë konfliktin. Dhe kjo është shpresa më e madhe që mundet të kenë lojtarët sot në fushë.
Dhe është edhe ajo që do Vladimir Putin, pra një lloj ngrirje konflikti, por çështja e Putinit është kjo që Vladimir Putin kërkon aneksimin e territoreve që që Rusia tashmë posedon. Ukraina nuk do ta lejojë këtë gjë. Në mendjen e Putinit, se tush panorama më e mirë në raport me atë çka ai shpreson edhe në marrëdhënie me Trumpin ose me Europën mund të jetë kjo, aneksimi i territoreve, ndërtimi i një shteti nën kontrollin e Rusisë, një shteti jashtëk dhe krijimi në një entiteti tjetër në perëndim të Ukrainës, i cili mundet kontrollohet edhe nga europianët. Pak a shumë këto duan rusët. Kjo është perspektiva deri diku ruse. Por të nuk ta pranojnë ukrainasit. Pra është një situatë shumë më komplekse, e cila mundet të ndryshojë vetëm nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës e ushtrojnë këtë lloj presioni. Mbas kësaj telefonate nuk duket se ka ndonjë presion të madh. Termat janë po ato të Alaskës. Unë nuk besoj që ose raportet Putin-Trump kanë qenë gjithmonë, ose raportet ndërpersonale kanë qenë gjithmonë raporte shumë të mira. Të mos harrojmë që edhe në javët e kaluara, rusët kanë qenë shumë, apo Rusia ka qenë shumë e kujdesshme që ta rifleksojë apo ta mbajt hapur një lloj kanali i cili gjithmonë çon në këtë raportin ndërpersonal Trump-Putin, se vetëm ata mund ta zgjidhin. Rusia ndërron një lloj jalte të re në Ukrainë, që është ajo që thash pak më sipër, ndërkohë që Trump ndërron paqen, por pa llogaritur Ukrainën në këtë mes. Prandaj po them që takimi mund të jetë një takim i cili mund të mos rezultojë në ndonjë diçka të madhe. Sepse termat në cilat është shtruar, qoftë edhe pas kësaj telefonate, nuk ka lejojmë të shpresojmë për diçka që mund t'i ngjaj paqes. Pra ne nuk pam nga Putini, të paktën ose në fjalët e Trumpit, nuk është se komentoi komentin e Putinit apo bisedën me Putinin si bisedë e cila do të çonte në paqe, përveç se flitej për marrëdhënie të mira ekonomike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por fakti që Rusia është kaq e shqetësuar për Tomahawk dhe për një çështje tjetër që do diskutohet javën e ardhshme, që janë përdorimi i aseteve të ngrira ruse për ushtrinë ukrainase, pra tregon që ata janë nën presion. Kanë frikën se nëse vazhdon e njëjta gjë, Tomahawkët janë në Poloni, e kupton, nuk është se është rrugë e gjatë për t'i çuar deri në Ukrainë. Absolutisht nuk është rrugë e gjatë për t'i çuar deri në Ukrainë dhe unë jam i bindur që në ukrainasit mund të kenë marrë edhe trajnimin e duhur për t'i përdorur raketa Tomahawk. Problemi që ndron këtu që sjellja dhe po e përsëris këtu sepse i gjithë rrugtimi i Trumpit në raport me Ukrainën është çështje sjellje. Nuk është as ndihmë si tush materiale në terren. Ndihma europiane për Ukrainën ka qenë shumë e madhe se ndihma e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ka qenë pak a shumë e qartë. Por ama sjellja që ka pasur Trump ndaj Ukrainës ka qenë sjellje e cila ka ndryshuar në kohë, bile ka qenë sjellje e cila çojnë edhe një presion të shtuar ndaj Zelenskit në takimin e famshëm në Shtëpinë e Bardhë. Pak a shumë kjo ka qenë amplituda, pra Ukraina është vënë në presion për t'i bërë lëshime Rusisë. Ndërkohë që raportet ndërpersonale mes Trump dhe Putin kanë qenë raporte shumë të mira. Pritja që u bë Trumpit Putinit në Alaska ka qenë pritje e cilësuar pritje gati thuajse hollywoodiane me tapet kuqe etj. Pra, Trumpi raportin me Putinin e ka relativisht mirë. Ka shumë komentatorë që ndërkombëtar që e shohin si një lloj paksie të Trumpit nga Putini, pra Trumpi impresionohet, thonë, nga Putini, dhe sa herë që Trumpi mund të takojë, se biseda që bën Putinin gjithmonë ndryshon mendim në raport me sidomos me situatën në Ukrainë. Dhe testi i madh do të jetë testi i Budapestit, shohim se çfarë do ndodh, po vendi nuk premton shumë. Pra Budapesti si vend nuk premton shumë, takimi me Orbanin nuk premton shumë. Dhe prandaj po them që ndofta nuk do të zgjidh gjë. E mirave do të kishte qenë kjo. Ukraina, Shtetet Bashkuara përpara takimit mundet që transferoni teknologjinë Tomahawk në Ukrainë, po të ndalonin përdorimin e saj derisa të ndodhte takimi me Rusinë, dhe kjo do të ishte presion shumë herë më i madh.
Dhe kjo do të ishte testi i madh. Tomahawkut janë parë pikërisht si një simbol i presionit maksimal që mund të ushtroni Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Rusinë, duke pas parasysh që, siç e thatë edhe juve, ekonomia ruse, pavarësisht se mund të ketë ndihmën kineze, nuk mundet të mbahet në këmbë pa pasur edhe një lloj mekanizmi të mbrëmshëm i cili është shitja e naftës dhe e gazit. Me inflacionin që ka sot në Rusi, me problemet e mëdha, Rusia do ta kishte relativisht të vështirë. Lufta do të vazhdonte, por situata e brendshme në Rusi do të ishte kritike. Dhe Tomahawkut në këtë pikë i shtonin dozën e presionit. Dhe ndofta do të kishte qenë, sikurse e thash pak më parë, e mira do të kishte qenë transferimi i kësaj teknologjie në Ukrainë dhe pritja e takimit me Zelenski, me Putinin. Kledi, mendon se ndoshta takimi sot me Zelenskit me Donald Trump besoj dhe ndonjë bisedë telefonike që nëse se ka pasur do ta ketë me liderët europian, mund të japi pak më shumë qartësi për strategjinë që do të ndiqet në takimin e ardhshëm, sepse takimi është menduar të mbahet, nuk ka një datë të caktuar. Pra gjithçka do të varet nga përgatitja që do të bëhet nga Marco Rubio dhe Sergej Lavrov dhe delegacionet. Pra fakti që ky nuk është një takim si ai i Alaskës, që hajde ulemi dhe diskutojmë për gjithçka, po do shkohet me dokumente konkrete. Pra do ketë një tjetër takim më të strukturuar. Po mund ta shohim edhe në këtë diplomacia dhe marrëdhënie ndërkombëtare shpeshherë janë edhe efekte improvizimi nga ngjarje apo varen nga konjunktura ngjarje të caktuara. Pra ka një rrugtim i cili fillon dhe ka një qëllim caktuar, por shpesh diktohen edhe nga ngjarjet. Dhe takimi me Zelenski ndofta mund ta tregoj shumë çka, por mund mos ta tregoj edhe asgjë. Varet shumë se si do ta menaxhoj Trump takimin me Zelenskin. Qofse do ta menaxhoj nga pikpamje emocionale, si do ta shohë Zelenskin si një pengesë për të arritur paqen, atëherë neve do të kuptojmë që takimi në Budapest do të jetë i pafavorshëm për ukrainasit. Në rast se mund ta trajtoj në formë barazitare apo mund t'i kërkoj Zelenskit që të gjejë një rrugë të ndërmjetme ose të pranojë disa kushte, atëherë po edhe këtu mund të shohim një lloj drite në fund të tunelit. Por duke qenë se Trumpi është i paparashikueshëm në mënyrën se si e ndërton diplomacinë ose si ka ndërtuar marrëdhëniet me jashtë, atëherë edhe mbetet e vështirë që të bëjmë një parashikim. Por natyrisht që takimi sotëm do ta tregoj shumë se çfarë është biseduar konkretisht dje, po të mos harrojmë që biseda mes Trumpit dhe Putinit mund të ketë qenë edhe një bisedë ku Trumpi mund të ketë dëgjuar siç bën shpeshherë, siç ka bërë edhe në takime të tjera, ose siç ka bërë Putin me zyrtar amerikan, ku e kanë dëgjuar për gati një orë leksionet e historisë Putinit dhe më pas janë kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një mendim totalisht tjetër apo pozitiv për Rusinë. Kështu që varet shumë dhe po e them që nëse Trumpi do të ruante një farë pozite ose do të frenohej në takimin me Putinin, pra do t'i tregonte një lloj force, sepse i ka të gjitha kartat në dorë. Ai ju e përmendët dhe po e theksonit shumë këtë gjë, që Trumpi ka të gjitha kartat në dorë për t'i bërë presion në Rusisë, por ne këtë presion në të paktën në Alaskë nuk e pam. Le të shohim ç'do të ndodhi sot me Zelenskin, por le të shohim se çfarë do ndodhi në Budapest. Ka shumë njerëz që janë skeptik që do të ndodhi diçka, pra që do të ushtrohet presion mbi Rusinë. Dhe kjo mbet pasi se tush kemi precedentët historik që e tregojnë që raporti mes Trumpit dhe Putinit ka qenë raport i mirë pavarësisht interesave divergjente që kanë të dy vendet. Bile përkundrazi Rusia ka përfituar të paktën nga pikpamja ndërkombëtare ka përfituar, sepse nga pikpamja materiale nuk ka përfituar shumë. Rusia ka të paktën është futur në konflikt me vende të ndryshme të hapësirës, le të themi të Bashkimit Sovjetik, jo gjatë presidencës Trump, por gjatë presidencave që teorikisht duhet kishin qenë shumë herë më reaktive ndaj Rusisë. E kuptoj. Ka edhe pyetje për sa i përket situatës në Gaza. Mendon se kjo
marrëveshje e arritur, garancia që kanë dhënë palët pra Shtetet e Bashkuara, Turqia, Katari, Egjipti, me një angazhim të madh të vendeve si Britania, Franca, Italia, apo edhe vende të tjera, Indonezia, vende të tjera për të krijuar një strukturë sigurie, mund të çojë në atë që Donald Trump thot momenti i pritur prej 3000 vjetësh? Paqja në lindjen e mesme nuk varet shumë nga, besoj nga ajo paqja e përbotshme, paqja e përjetshme, është një logjikë e iluminizmit të shekullit 18. Nuk varet shumë nga Trumpi, varet nga një situatë shumë specifike e rajonit, e cila është krijuar me Shtetin e Izraelit dhe kjo është e qartë. Pra problemi i paqes është shumë kompleks. Ajo që mund të ndodhi në Gaza mund të jetë një lloj statu quo-je e cila varet shumë edhe nga pozicioni i Hamasit. Pra varet shumë se cila do të jetë projektimi politik i entitetit në një entiteti politik në Gaza mbas kësaj që ndodhi. Në rast se Hamasi do të kthehet një entitet burokratik, sikurse ndodhi me autoritetin palestinez, ndofta mund të kemi një paqe, nuk po them të përjetshme, po një paqe pa një lloj stabiliteti, pra një lloj ngrirje. Është një lloj ngrirje e cila mund t'i ngjajë shumë marrëdhënies që ka pas dhe që ruan Izraeli me Egjiptin, është pak a shumë një lloj ngrirje. Që nga vitet 80 është një konflikt i cili ka mbaruar, është ngrirë dhe nuk ka ndodhur shumë gjëra, megjithëse Shteti Izraelit do të vazhdojë të ruajë militarizmin dhe pozitën e sigurisë në rajon. Unë nuk jam i bindur që mund të arrijmë në këtë paqe 3000 vjeçare. Janë slogane të cilat nuk i përgjigjen shumë realitetit, sepse realiteti në lidhjen e mesme është shumë kompleks. Mjaft kujtojmë që të paktën në opinionin e brendshëm në Izrael ka pasur thirrje për aneksimin e bregut perëndimor dhe aneksimi nuk ka qenë thjesht për të zgjidhur problemin palestinez, por ka qenë edhe për shkak të një presioni demografik që Izraeli ka. Është një territor relativisht i vogël me një popullsi prej 9 a 10 milion banorësh që mundet të shkojë dhe 15 milion banor. Izraeli është më i vogël se sa Shqipëria. Dhe ne nuk e dimë mirë se nëse ky presion demografik do të mundet të kërkojë edhe tokë për të mbajtur. Kështu që e shoh pak të vështirë. Megjithatë, në një hark prej 15-20 vjetësh ndofta po mund t'japi një lloj stabiliteti në rajon, duke pas parasysh gjithmonë pozitën që do të ketë Hamasi. Pra pozita që do të ketë Hamasi, nëse Hamasi kthehet në një entitet burokratik, sepse unë nuk mendoj që Hamasi do të zhduket nga Gaza, por mund të kthehet një entitet burokratik siç ka ndodhur me autoritetin palestinez. Pra OÇB-ja kthehet një entitet burokratik. Autoriteti palestinez pra paqtohet dhe administron thjesht territorin dhe ka një ndihmë ndërkombëtare e cila e bën të mundur që një territor aq të vogël të funksionojë një lloj entiteti i cili mund t'i ngjajë një shteti, por nuk besoj as atë tjetrën që do të ketë një lloj solucioni me 2 shtete, pra që pas kësaj do të krijohet shteti i Palestinës. Po do të ketë 2 territore të ndara, ku territori i Gazës do të ketë një vëmendje të shtuar ndërkombëtare për shkak të rrethanave dhe bregu perëndimor pastaj do t'i lihet mëshirës dhe fatit me problemet e mëdha që ka me kolonët, me disfunksionalitetin dhe me shumë problemet që ky territor ka parit një lloj zgjidhje përfundimtare. Nuk kam bindje që Izraeli do të donte një shtet palestinez në pranë territorit. Më mirë kjo gjendje sepse ka edhe më të lehtë pak të për bregu perëndimor që të operojë sesa një shtet, pra kjo solucioni me 2 shtete. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, Kledi. Ditë të mbar. Faleminderit dhe juve, mirupafshim. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria